nuk mund të dërgosh SMS te qytetari pa pas paraprakisht pëlqimin e tij se ai dëshiron të njoftohet për të rejat. Marketingu i drejt për drejt është një prej ankesave të vazhdueshme që na kemi në agjenci. Marketingu i drejt për drejt duhet të bëhet vetëm me pëlqim të palës. Nuk mund të dërgosh SMS te qytetari pa pas paraprakisht pëlqimin e tij se ai dëshiron të njoftohet për të rejat, për produktet e reja apo për zbritjet që mund të jenë, apo se zakonisht këto janë kompani që i dërgojnë. Dhe po ashtu përveç se duhet të keni pëlqim paraprak me shkrem, duhet ta kenë mundësinë nëse dërgojnë SMS edhe mundësinë e fshirjes, që nëse nuk dëshirojmë të pranojmë SMS të tillë më, atëherë ta fshim dhe fshirja apo thirrja mbrapa që bëhet ose dërgimi i SMS-it mbrapa që e tregon qytetarit se nuk dëshiron të pranojë më SMS duhet të jetë pa pagesë. Domethënë janë 3 kushte që duhet të plotësohen. Ne kemi pas jashtëzakonisht numër të madh, vazhdojmë të kemi, unë e di që shumë kompani janë ndërgjegjësuar këto, mirë po ne kemi shqiptuar dhe gjoba për këtë çështje, domethënë të kompanitë private. Edhe është për keqardhje qysh përsëri vazhdojmë të kemi ankesa ndaj të njëjtës kompani, po. Nuk po e disiplinon gjoba? Sikur ka fillu ta rregulloj, po sikur e ka bërë në një mënyrë që qytetari edhe pse po e nënshkruan atë pëlqimin, çka kemi gjetë sfundi, domethënë, është aq e fshat ajo pjesa ku është edhe marrja e pëlqimit, se qytetari nuk e lexon fare dhe pastaj bin prej edhe jo japin nënshkrimin. Pastaj kur vinte nana e gjejmë që edhe e ka nënshkrimin, po i kemi udhëzuar edhe një herë kompaninë që ta bëjmë më të qartë, të jetë e lexueshme mirë, e kuptueshme prej anës së qytetarit.